Po, është me blu. Ngrian qik? Po, tani po. Ulja dhe në qik.
Përshëndetje. Haleluja. Ju lutem afroni të gjithë këtej para. Afroni, ata që do vinë më vonë le tulen andeja. Afroni, shikoni ka vende plot, më përpara. Ju përshëndes lavdis Zotit për të gjithë ju. Më përpara. Le të mbushen gjitha para njerë, komplet. Ma afër. Si themi ne, kur jemi ma afër zjarrit ngrohemi më mirë. Le të afrohemi afër zjarrit. Po lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Më përpara uluni. Haleluja. Janë dhe shumë duke ardhur, por ne do të qëndrojmë korrekt, si thamë në orën 10 ne fillojmë. Siç e shikoj unë nuk kanë ardhur akoma dhe ata që kanë fjetur në hotel, akoma nuk janë squar, sepse nuk kanë ardhur akoma. Megjithatë, le të fillojmë me 2 këngë njerë, edhe pastaj le ta fillojmë me lutjen e hapjes. Edhe do dalë dhe njerë unë, pastaj lutja e hapjes. Le të nisim dhe 2 këngë, të presim edhe pak ata që akoma s'kanë ardhur, që janë duke fjetur akoma. Edhe ata që janë rrugës, du japim edhe një shansë, apo? Si thoni? Ta bëjmë? Pra... Cristo,
do të ketë ringjallje në këtë. Po do të ketë ringjallje në këtë. Okej, tani pritëm nuk do kemi faj, apo? Aleluja! Atëherë ju përshëndes të gjithëve. Këtu jemi tek Restela Resort, po e them këtë për gjithë ata që janë live dhe po pyesni ku jeni. Pra ne jemi tek Stella Resort në Tiranë, jemi mbledhur për të shikuar lavdinë e Zotit ton. Lavdinë e Jezusit, për Jezusin jemi mbledhur. Aleluja! Sot është dita e lirisë, sot është dita e çlirimit. Dje rastësisht u mblodhën disa njerëz, domethënë që shumica nuk e dinim ç'do ishin, po zemra e tyre thanë do vëmë që të shtunën dhe ne kemi parë mrekulli mbrëm. Dhe atë që Zoti e filloi mbrëm, ai do ta përfundoj sot edhe për gjithmonë, sepse specialiteti i tij është mrekullit. Specialiteti i tij është të tregojë që është Zoti. Dhe ne që kemi një Zot të gjallë, kemi ne. Po! Aleluja! Aleluja! Dhe të dashur, faleminderit që erdhët. Faleminderit që ju doni të takoni Zotin. Ju nuk keni ardhur për të parë alketën apo për të parë njëri tjetrin, ne kemi ardhur për Zotin. Faleminderit që ju e morët rrugën. Shumë njerëz kanë ardhur nga Italia, shumë njerëz kanë ardhur nga Gjermania, disa kanë ardhur nga Greqia, disa janë akoma në avion duke ardhur nga Greqia. Dhe një gjë unë jam e sigurt. Atje ku ne i themi Zoti Jezus, kam nevojë për ty, po vi për ty. Ai nuk është si një burr grindavec apo si një grua grindavece, edhe të zëmrohet të iki, por ai thot, mirë se erdhe. Pavarësisht se çfarë barre ke, pavarësisht se kush është pesha jote, Zoti thot, mirë se erdhe në krahët e mi. Dhe unë ju them, mirë se erdhët. Sot do të takoni me të vërtet Zotin. Me të vërtet, sepse ai është i gjallë. Dhe unë e bekoj këtë takim me gëzimin e Zotit. Unë e bekoj këtë takim, mos ketë asnjë gabim. Por me unitetin e Zotit dhe me prezencën e tij dhe lavdia e Zotit është tashmë këtu. Unë nuk kam dyshim sepse ai erdhi zbriti që mbrëm, është këtu, lavdia i qoftë Zotit. Le të gëzojmë edhe le të ftojmë tani së pari pastore Ermirën të bëj lutjen e hapjes. Përshëndetje, mirë se keni ardhur motra dhe vëllezër në këtë ditë të bekuar. Falënderi Zotit që ai ishte i gjallë dhe ai ishte në mesin tonë. Edhe ashtu siç tha dhe pastor Arketa, pikërisht jemi mbledhur për ta adhuruar Zotin tonë të gjallë. Mirë se keni ardhur edhe një herë, mirë se ke ardhur pastor Arketa Auer. Zoti na bekon të gjithëve. Për ne jemi tamam si trupi i gjallë i Krishtit, jemi të etur për të marrë nga ai, për të takuar ato personalisht, për të marrë shërimin, për të marrë paqen, për të marrë çlirimin, kështu që le të përgatitim zemrat gjithsecili për nesh për të ftuar prezencën e Perëndisë, që ai të vijë dhe të drejtojë ashtu si i pëlqen atij. Amen. Le të bashkojmë në një lutje të gjithë së bashku. Atë Perëndi i plotfuqishëm, vim para teje të përullur Zot Perëndi.
Vim të gjujëzuar sot në këtë ditë o Perëndin shenjtë edhe të themi faleminderit Jezus. Faleminderit për ato vepër madhështore që ti bëre në kryq Zot. Faleminderit Perëndin që ti pagove me një çmim shumë të madh Zot Perëndin shenjtë. Edhe faleminderit që jemi blerë vërtet o Zot me një çmim që nuk mund ta binte askush o Zot. Edhe vim o Zot edhe kërkojmë falje sot për çdo mëkatonin o Zot. Ne pendohemi o Zot për çdo gjë o Zot që kemi lënduar zemrën tënde Perëndin. Ne vim o Zot edhe kërkojmë falje për familjarët tanë, për fëmijët tanë o Zot, për kombin tonë o Perëndin shenjtë. Ne lutemi Zot që fryma jote e shenjtë të zbres tani, edhe të ndjem dorën edhe pranin tënde Zot. Ne lutemi Perëndin që gjithsecili Zot të prekim nga fryma jote e shenjtë Zot, dhe askush të mos dalë ashtu si çelli Zot. Ne lutemi vërtet o Perëndin që fryma jote le të na prek tani o Zot. Ne dorëzohemi tani Perëndin shenjtë. Ne dorëzohemi tamam si ato enët e zbrazura Perëndin shenjtë e të themi Zot na mbush. Eja tani Zot edhe na mbush me frymën tënde të shenjtë. Eja edhe na mbush Zot me dituri, me zgjuarësi, me mençuri Zot Perëndin. Eja edhe na prek Zot. Eja edhe del shërimin tënd hynor Zot Perëndin shenjtë. Le të bien prangat e skllavërisë tani Perëndin shenjtë. Le të rëzohen muret e Jerikos tani Zot Perëndin shenjtë. Le të hapet leti kuj Zot tani. Në emrin e Jezusit ne kërkojmë Zot ndërhyrjen tënde tani Perëndin. Ne duam gëzimin tënd o Zot të përjetojmë o Perëndin shenjtë. Ato që ti ke bërë gati për ne Zot, le të rrjedhin tani o Perëndin shenjtë si lumenj ujë të gjallë mbi ne Zot. Ne lutemi Zot edhe dorëzojmë gjithçka në duart e tua në emrin e Jezus Krishtit lutemi. Amen. 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 Zoti na bekoj. Amen. Okej, tani le të çojmë edhe një herë edhe ta adhurojmë Zotin me gjithë zemrën tonë. Amen. Edhe bërtisni adhuroni Zotin. Amen. Të përjeç me hakimet. O ju porta, qoni koka tuaja, dhe ju porta të përjeç me hakimet. Dhe lila Kristo të hydhe, dhe lila Kristo të hydhe, dhe lila Kristo të hydhe. Dhe lila Kristo të hydhe, dhe lila Kristo të hydhe. Zoti fort të fuqishëm, Zoti fort të mëdhej. Kush është ky mbreti i lavdis, kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti fort të fuqishëm, Zoti fort të mëdhej. O porta, çoni kokat tuaja, hapuni këto porta të përjetshme. O porta, çoni kokat tuaja, hapuni këto porta të përjetshme. Në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj. Në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj. Kush është ky mbreti i lavdis, kush është ky mbreti i lavdis? Ai Zoti i ushtrive, ai është mbreti i lavdis. Kush është ky mbreti i lavdis, kush është ky mbreti i lavdis? Ai Zoti i ushtrive, ai është mbreti i lavdis. O ju porta, çoni kokat tuaja, dhe ju porta të përjetshme hakimet. O ju porta, çoni kokat tuaja, dhe ju porta të përjetshme hakimet. Në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj. Në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj, në mbreti i lavdis do të hyj.
do të hyj. Ne jemi këtu për këtë ringjallje. Haleluja. 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 Sa larg është perëndimi nga linja fjala thot, Zoti ka haruar fatin tënd. Se Zoti ka haruar dhe keqen që ke bërë, ndaj tokës o mos një në vend. Sa larg është perëndimi nga linja fjala thot, Zoti ka haruar fatin tënd. Se Zoti ka haruar të keqen që ke bërë, ndaj tokës o mos një në vend. Tokës o mos një në vend. Tokës o mos një në vend. Tokës o Zoti të ka falur ty. Tokës o ai të do ty. Tokës o Zoti të ka falur ty. Tokës o ai të do ty. Para se të linke ai të ndeshi, në ditën kur ti linde ai feston. Para se të linke ai të ndeshi, në ditën kur ti linde ai feston. Ndaj tokës o mos një në vend. Tokës o mos një në vend.
shpëtimi. Është në qelë që na mulon dhe një tjenë që na ndriçon. Perëndis me ti pëlqej,
Asgjë. Kush mund të na ndaloj, nëse ti sot je me ne? Kush mund të jetë kundër ne, nëse ti sot je me ne? Kush mund të na ndaloj, nëse ti sot je me ne? Kush mund të jetë kundër ne? Të bekuar motra dhe vëllezër në Krishtin. Ndërsa jemi në këtë atmosferë të pranisë së Zotit, ku ai po vepron përmes hirit, mëshirës dhe dashurisë së Tij, dëshiroj që të ndaj një fjalë të rëndësishme që lidhet me besimin tonë, me bindjen dhe fjalës së Tij, që është e dieta dhe oferta. Shumë herë mendojmë për shërimin që ndodh është diçka në trup apo në shpirt. Por Perëndia dëshiron të shërojë marrëdhënien tonë me burimin që është vetë Perëndia, Perëndia i perëndive. Por ai është Perëndia, është Jehova Jire, Zoti që siguron. Le të dëgjojmë një fjalë që vetë Jezusi e tha. Tek Luka 6:38. Jepni dhe do t'u jepet, një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t'u derdhet në gjë. Sepse me atë masë që matni, do t'ju matet edhe juve gjithashtu. Kur japim, nuk humbasim, përkundrazi aktivizojmë ligjin shpirtëror të mbjelljes dhe të korrjes. Zoti nuk kërkon prej nesh për të na varfëruar. Ati qellor dëshiron që të na shojë të bekuar dhe plot me më të mirat e Tij. Po, për të na bekuar më shumë, për të na çliruar nga frika e mungesës, për të na mësuar në besimin e Tij, në mbrojtje dhe në furnizimin e Tij. E dhjeta është një akt adhurimi. Le të themi së bashku, Zoti, gjithçka kam është prej Teje. Ta themi së bashku, Zoti, gjithçka kam është prej Teje. E dua edhe një herë më fort. Zoti, gjithçka kam është prej Teje. Amen. Zoti t'i pëlqen kur ne adhurojmë atë. Oferta është një farë dashurie dhe falënderimi, që tregon se besimi ynë nuk është në atë që ne kemi, por në atë Perëndin që jep pa mas. Amen. Sot, ndërsa Zoti lëviz fuqishëm në mes nesh, le t'japim me zemër të hapur, me besim dhe gëzim, sepse ai është besnik për të na bekuar më shumë se sa ne imagjinojmë. Amen.
është ofrimi, është dhurata ime, si falenderi. Çfarë na bë kështet, është për ty o Zot, nisi do të vet, shpirtin të ofroj, mere të ofrim, për falenderi. Është ofrimi, është dhurata ime, si falenderi. Mere jetën time, është është dhurata ime, si falenderi. Si falenderi. Mere jetën time, është ofrimi, është dhurata ime, falenderi. Aleluja. Mere jetën time dhe këndojni edhe një herë këtë fundit. Është ofrimi, është dhurata ime, si falenderi. Dhe ashtu si pastore Eli lexovi, jepni dhe do t'ju jepet, një masë ngjeshur të nduse e gufuse do t'ju derdhet në gjik, sepse me atë masë që masni do t'ju matet edhe juve. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, dhe ashtu si dhe kënga thot, merre jetën time si një ofertë, ne i ngrem këto financa si një ofertë për Perëndin. Në emrin e Jezus Krishtit, të arrin si një parfum e mirë përpara Perëndis, dhe çdo gjë që ju keni mbjell, Zoti t'ja u japin jetët tuaja. Në emrin e Jezus Krishtit i bekojmë, çlirojmë financat tuaja, çlirojmë jetët tuaja. E dini që çdo magji bëhet duke paguar, njerëzit shkojnë, japin lekë për të mallkuar një tjetër. Dhe çdo gjë që është paguar për jetët tuaja, që të merren peng jetët tuaja, që të merren peng martesat tuaja, financat tuaja, jeta juaj. Në emrin e Jezus Krishtit ne i shpengojmë sot. Shfuqizojmë çdo lekë që është dhënë në për magjistar dhe i nderojmë sot këto financa që ju japni duke i kthyer mallkimin në bekim. Në emrin e Jezusit ne themi amen. Atëherë dini çfarë sot? Sot është e premtja e palmave. Jezus Krishti të premten e palmave është futur në Jeruzalem dhe të gjithë thirrën Hosana. Kush e di çfarë than njerëzit? Bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit. Çfarë thoni? A do ta këndojmë këtë këngë me gjithë zemrën tonë tani? Do të çojmë një herë edhe Zoti ashtu le t'i këndojmë Zotit, bekuar qofsh ti Jezus, bekuar që je në mesin tonë. Haleluja. Dhe flamura këtore dhe në vrim Zotit dhe Haleluja. Hosana. Hosana, Hosana,
Hosana në lartësi. Haleluja. Edhe njerë. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Haleluja. Ngrini zemrat tuaja. Zoti nuk do talentin. Jo ke talent apo s'ke, por thirrjen e zemrës tënde. Hosana, Hosana, Hosana. I bekuar qofshti o Zot. I bekuar qofshti o Zot. I bekuar qofshti o Zot. Edhe njerë, pa muzikë. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Haleluja. I bekuar qoftë Zoti. Haleluja. Haleluja, faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. O Jezus. Haleluja. E dini çfarë jemi që jemi në këtë zjarr? Të gjithë kemi ardhur për Jezusin. A do këndojmë edhe një këngë, u kam vendosur të ndjek Jezusin. Amen. Amen. Le ta këndojmë, të gjithë ne kemi ardhur për Jezusin. Të gjithë ne kemi vendosur të ndjekim Jezusin. Le ta këndojmë dhe këtë këngë. Haleluja. Ne kemi vendosur të ndjekim Jezusin. Ne kemi vendosur të ndjekim Jezusin. Ne kemi vendosur të ndjekim Jezusin. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Dhe ka unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Dhe ka vazhdoj të them. Nëse jam vetëm do t'andej. Nëse jam vetëm do t'andej. Nëse jam vetëm do t'andej. Dhe ta vazhdoj të them. Nëse jam vetëm do t'andej. Nëse jam vetëm do t'andej. Nëse jam vetëm do t'andej. Dhe ta vazhdoj të them. Jezus i para, bota është prapa. Jezus i para, bota është prapa. Jezus i para, bota është prapa. Dhe mbrapa do të kthehem. Jezus i para, bota është prapa. Jezus i para, bota është prapa. Jezus i para, bota është prapa. Dhe mbrapa do të kthehem. Thuaj njerë, unë mbrapas do kthehem kur më. Edhe njerë, unë mbrapas do kthehem kur më. Kur më. Amen. Haleluja. 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 Wow.
Wow, na ka knaqur, Zoti na ka knaqur. Lavdia I qoftë Zotit. Lavdia I qoftë Zotit ton. Oh, faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Habiteni jo si do ta pigjit këtu po kështu është kjo punë. Lavdi Zotit. Haleluja. Ju përshëndes edhe një herë të gjithëve. Kudo që jeni, edhe ata që janë online, edhe të gjithë ju që jeni prezent këtu. Lavdia e Zotit është këtu. Lavdia e Zotit është këtu. Thuajmë që lavdia e Zotit është këtu. Haleluja. Lavdia e Zotit është këtu. Sepse një fjalë thot tek ligji për të rirë që priftërin t'i kënduan Zotit dhe lavdia e Zotit zbriti në tempull. Dhe gjithë ky adhurim nga këta priftërin, sepse të gjithë në Zotin tani jemi bi dhe priftër. Ju e dini këta, apo? Edhe të gjitha I adhurim sot I ka pëlqyer Perëndis. Dhe ai ka zbritur tashmë është këtu. Haleluja. Unë besoj që Zoti sot do t'i japi ato për çfarë ti ke ardhur. Unë besoj që Zoti do t'i japi dhe për ato që ty do të vinë në moment, edhe ti do thuash u dhe këta. Unë besoj këtë gjë, sepse unë besoj dhe e di kush është Zoti. Unë e besoj atë që Zoti ka bërë në jetën time. Okej? Ditën që unë kam pranuar Zotin, unë kisha vendosur t'i jep një fund jetës time. Sepse unë kisha rënë kaq shumë në depresion, sa nuk kisha më asnjë kënaqësi për jetën. Asnjë gjë, mua nuk më dhimbsej më asnjë gjë. Por Zoti erdhi në atë ditë në jetën time, dhe e nesërmja ime nuk ishte më e ngjashme me atë të asaj dite të parë. Sepse Zoti e transformoi jetën time. Unë kurrë nuk jam kthyer në depresion. Unë kurrë nuk jam qenë më një njeri që nuk e do më jetën. Asnjëherë më, sepse Zoti më dha kuptimin e jetës dhe ai më dha ta shikoj jetën me sytë e tij, jo më me sytë e mi. Të jetoj për te, jo më për vete. Të jetoj në plotësinë e tij, jo në plotësinë e kësaj bote. Asnjë njeri nuk mund të na jap atë që mund të na japi Zoti. Asnjë njeri nuk mund të na mbushi. Shpesh ne themi gruaja do më mbushi, fëmia do më mbushi, nëna do më mbushi, po kur vëllezërit e mi ta shikojnë sa vlerë un kam do më mbushi. Po kur fëmijët e mi ta shikojnë se çka kam sakrifice kanë bërë për ta, ata do më mbushin. Është gënjeshtër. Është gënjeshtër që na çon gjithmonë të vrapojmë, ndoshta ky kalë është më I mirë, ndoshta ai kanë, ata janë vetëm kuaj. Të gjithë ne jemi vetëm kuaj, ne nuk kemi forcë të ndryshojmë jetët e të tjerëve, por Zoti e ka forcën. Kur ne kuptojmë që vetëm Zoti është mbushja ime, vetëm Zoti është dashuria ime, atëherë vjen transformimi, atëherë vjen dashuria për jetën. Të gjithë ne jemi duke kërkuar një jetë më të mirë, të gjithë ne jemi duke kërkuar një mbushulli, po ku mund ta gjejmë mbushullin ne përveç se tek Zoti? A ka mbushje tjetër? Çdo gjë është një gënjeshtër. Çdo gjë, e dini ju? Unë njoh dikë një djalë që ai ishte më përpara në drogë, edhe pinte nga gjitha drograt, më të fortën, atë që merrte unë, nuk e di si quhet. Edhe erdhi një ditë, ai vendosi do ta lëri nga forca e tij. Edhe e la për një farë kohë me forcën e tij, vërtet, për një farë kohë. Po pastaj u kthye dhe tha, do ta mbush jetën time me grua, me fëmijë, me familje, dhe jeta ime do të transformohet. Por sa po martua, kuptoi që nuk kishte asnjë gjë nga ajo që ai kishte besuar. Kështu u zhyt në alkool. Ai pinte shumë, disa nga ne njohin atë djalë, dhe ai u zhyt në alkool. Kështu më pinte mendjen, pinte trurin, pas alkoolit filloi bixhozi. Filloi që të luante, vetëm çdo lek që punonte gjithë ditën I çonte në lojra. Çdo ditë. Dhe erdhi një moment që të gjithë I humbën shpresat për ta. Edhe ai veti kishte humbur shpresat. Por një ditë, rastësisht ai dëgjoi online. Edhe tha, mos ndoshta ka shpresë. Edhe një ditë ne u lutëm live me ta dhe ai mori çlirimin. Dhe është komplet I lirë, jo gjysmë I lirë. E di kush është ajo që ai ndryshovi? Sepse ai njohu Jezusin. Ai njohu Jezusin, ne nuk mund të ndryshojmë njerëzit.
Asnjë nga ne nuk I ka fjalë të dura për të ndryshuar një njeri. Asnjë nga ne nuk e ka fuqinë e dur për të ndryshuar një njeri. Por vetëm Jezusi mundet të transformoj. Vetëm Jezusi mund të heqë zemrën e vjetër dhe të japi një zemër të re. Vetëm Jezusi. Haleluja. Edhe unë sot do të flasni për historinë e një gruaje. Edhe ajo kishte 12 vjet. Që nga një pjesë e trupit të saj rrithte gjak. Dhe ajo nuk ishte në doktor pa vajtur. Nga burri ishte ndarë sepse atëre në ligjin jutem, nëse ti ishe I sëmur, nuk ishe të drejtë të qëndroje në një familje, ti duhet të izoloheshe diku. Pra, kjo grua ishte e braktisur nga të gjithë. Nuk ishte asnjë, nuk ishte më shpresë, lekët që kishte I kishte dhënë. Gjithçka ajo kishte mbaruar dhe kishte thënë, s'kam asgjë tjetër. Asgjë, I kishte humbur shpresat. Por e dini ju tek Mateu 5, tek Marku 5 është shkruar, por ajo dëgjoi për Jezusin. Ajo dëgjoi për Jezusin. Çfarë dëgjoi ajo për Jezusin? A e dini ju se çfarë dëgjoi? Se si një lebros takovi Jezusin dhe u shërua. Se si një I verbër thirrri emrin Jezus. Dhe Jezusi e kthevi kokën dhe e shërovi. Se si një I paralizuar e solli shokën nga çatia. Ai dëgjoi dhe thirrri Jezus, dhe Jezusi ta mëkatet e tua të janë falur, çau. Ajo dëgjoi se si vjerra e Pjetrit kishte ditë që ishte me temperaturë, por Jezusi e preku dhe ajo u shërua. Ajo dëgjoi për atë nen që erdhi dhe I tha, të lutem ki mëshirë për vajzën time, demonët po e torturoj. Dhe ajo e çlirovi, ajo e dëgjoi këtë. Ajo dëgjoi se si kudo që emri Jezus thirrej, ndryshonin gjërat. Vinin shërimet, vinin çlirimet. Ajo dëgjoi se si një djali vetëm I një nene kishte vdekur. Dhe ata po e çonin në varrim. Dhe ai tha, ndaloni. Dhe e preku djalin dhe I tha, ço nga vdekja. Dhe dini çfarë ndodhi? Ai u rigjall. Këtë dhe gruaja tha, të gjitha që dëgjova, I bën ndoshta mendova se është një mjek I mirë. Por tani që dëgjova për ringjalljen, ai nuk është një mjek. Ai është Zoti. Haleluja. Ai është Zoti që ka pushtetin mbi jetën dhe mbi vdekjen. Dhe gruaja tha, ky është Zoti. Ajo dëgjoi, besovi dhe shkoi atje ku ishte Jezusi. Ajo shkoi dhe tha, kur ai shërovi atë shërbëtorin e censurorit, që nuk ishte I pranishëm, dhe ishte censurori, dhe I tha, Zoti, thuaj një fjalë, dhe unë e di se do të thotë autoriteti dhe shërbëtori im do të shërohet. Dhe ajo dëgjoi që Jezusi foli dhe shërbëtori u shërua kilometra larg. Dhe ajo tha, çfarë më pengon mua? Të ulem fshetas, të prek pak Zotin. Unë do shërohem, ai është Zoti. Haleluja! Ajo tha vetëm pak. Po e dini kush e bëri ndryshimin? Amen. Tjetër kush e bëri ndryshimin? Ajo shumë njerëz e dëgjojnë për Jezusin, ashtu si ajo grua. Shumë njerëz e dëgjojnë për Jezusin, s'ka për këtë mrekulli, ka për atë. Dhe thonë Zot, pa thënë Zot, thonë, okay, po shkoj të marrë dhe mrekullin time. Por e kuptoni kush është Chelsea? Ajo kuptoi që Jezusi ishte Zoti. Populli im, ajo kuptoi që Jezusi është Zoti. Jezusi nuk është një njeri I mirë, nuk është një profet, nuk është thjesht një I dërguar, është Zoti. Dhe kjo bëri ndryshimin. E dini ju, nëse do t'ju çoj, dhe ajo vete e prek dhe kushdo që e njoh Jezusin për Zot, prandaj ndodhen mrekullit. Pietri I tha, Zot, unë jam një mëkatar. Pra I njoti Jezusin për Zot. E dini, ajo erdhi ai centrori dhe I tha, Zot. Pra, të gjitha ata që morën mrekullin, e thirrën? Si e thirrën? Edhe njerë? Zot. Edhe njerë? Zot. Të dashur, emra kemi të gjithë. Edhe gjitonet e mi kanë gjithë një emër. Edhe nëse unë do t'i thosha Jezus, e dini ju sa njerëz I kanë vënë emrin Jezus njerëzve? Por është vetëm një emër.
por Jezus Krishti është Zoti. Është Zoti, nuk është thjesht një emër, por është Zoti. Haleluja, kjo bën ndryshimi. Jezusi është Zot. Edhe njerë, Jezusi është Zot. Kjo bën ndryshimi. Dhe për të marrë shërimin tanë, për të marrë çlirimin tanë, për të marrë fitore, nuk është më koha vetëm ta njohësh Zotin. Vetëm të kesh dëgjuar për ta. Që është një Zot i mirë sepse ai është i mirë. Që është një Zot që shëron sepse ai shëron. Por ti duhet ta njohësh dhe ta marrësh në jetën tënde si Zot. Ky është sekreti. Zoti Jezus është Zot dhe ti ta njohësh si Zot. Kur çdo që e merr si Zot, atëre është ndryshimi rrënjësor. Hiqet e vjetra dhe vjen e reja. Vetëm kur Jezusi është si Zot, shkrihet beslidhja e vjetër dhe vjen beslidhja e re në gjakun e Krishtit. Vetëm atëre kur Jezusi njihet si Zot, mallkimi largohet dhe bekimi zvancohet. Haleluja. Ti do ta shikosh se si të verbrit e thirrën Jezus, Zot. Dhe Zoti i preku dhe shikimi erdhi. Pra në çdo vend ishte fjala Zot. Edhe kjo grua, kur Zoti e thirri dhe i tha, kush është ai që më preku? Të dashur, sa njerëz e preknin Jezusin. Bile Pietri u habit dhe tha Jezus, çfarë thua kështu? Ne të gjithë po ngjishemi rreth e qarkteje, ti thua kush më prek. Por fuqia e besimit çliron. Edhe një herë, fuqia e besimit çliron. Ajo besovi, ky është Zoti. Unë do ta prek dhe do të marr. Besimi nuk është një fjalë, është një fuqi. Është një fuqi. Me besimin ti organizon fuqin për të marrë. Haleluja. Dhe kur ti beson, ti merr. Haleluja. Ky është besimi. Ti beson Jezusi është Zot. Të besosh që Jezusi është Zot do të thotë unë i nënshtrohem atij. Shumë njerëz kanë lindur ortodoks, kanë lindur katolik, por ata nuk e kanë njohur Jezusin si Zotin e tyre. Nuk e kanë marrë në zemrën e tyre dhe thonë Jezus, unë jam rritur në këtë besim. Por nuk të njoh. Është një besim i vdekur. Është një Zot i vdekur kur ti nuk ke një raport me ta. Dhe ka ardhur koha, ti thuash, Jezus, unë të marr ty si Zotin tim. Unë të njoh ty si Zotin tim. Unë të besoj ty si Zotin tim. Unë të jap jetën time ty. Të marrësh Jezusin si Zot do të thotë unë të dorësohem ty, nuk rroj më për vete, unë rroj për ty. Amen. Amen. Unë nuk rroj më për vete, Zot. Unë rroj për ty. Haleluja. Dhe kjo grua besoj. Dhe prandaj ajo mori. Nëse ti beson, ti mund të marrësh. Nëse ti nuk beson, pe çfarë duash? Besimi organizon dhe vjen aktivitet. Fuqinë e shërimit, të çlirimit, të shpengimit, çdo fuqi. Sepse ti ke të drejtën të marrësh. Pse? Sepse ti beson që Jezusi është Zot. I ligu gënjen kur thotë që ti nuk ke besim. I ligu gënjen kur thotë që ti s'ke besim, ti ke shumë pak besim. Nuk është e vërtet. E dini pse? Sepse kur ti beson që Jezusi është Zot, tashmë ti e ke fituar betejën. Kur ti beson që ai erdhi vdiq në kryq për mëkatet e tua dhe ditën e tretë u ringjall, ti e ke mundur Satanin. Ti e ke mundur dyshimin. Ti e ke mundur çdo gjë. Dhe ti je më shumë se fitimtar. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. A beson ti që Jezusi erdhi dhe vdiq në kryq për mëkatet e tua? Kush beson? Ngrini duart e djathtë, dorën e djathtë. Dorën e djathtë. Dorën e majtë në zemër. Amen. Sepse ne marrim për transformimin e kësaj zemre që nga nganjëherë shumë rebele. Amen. Edhe në emrin e Jezus Krishtit thua, unë besoj. Jezus, unë vi sot.
dhe bëj një dëshmi të martysi Zot dhe shpëtimtar. Ardit lutem, merren që këtë. Unë të martysi Zot dhe shpëtimtar. Zoti Jezus, unë besoj në ty. Unë besoj që ti je Zoti. Dhe prandaj të adorzoj jetën time. Dhe të besoj ti sot me gjithë zemër. Unë e poshtë sot të gjitha pështimet. Unë e poshtë sot të gjitha gënjeshtra. Unë besoj që Jezusi është Zot. E deklaroj sot me gojën time. Jezusi është Zoti im. Amen. Halleluja. Kjo është e vërteta. Atëherë, kjo është qelësi gjithë shkaja. Kjo është qelësi. Dhe unë dua të them që kjo gruaj ishte kuptuar që Jezusi është Zot. Dhe ajo e dinte dhe hapi një rrugë ku thot që çdo gjuhë dhe të gjithë gjunjët do të përulen dhe do të deklarojnë që Jezusi është Zot. Amen. Dhe ajo grua tha, kur ai është Zoti, unë mund të marr shërimin tim. Kur ai është Zoti, unë mund të marr atë që kam nevojë. Kur ai është Zoti, unë do ta prek sot atë. Të dashur, ajo guxoi. Po e dini pse guxoi? Sepse forca e saj kishte mbaruar nga të gjithë anët. A je gati sot të thuash, Zot në çdo gjë, unë dorëzohem sepse nuk kam zgjidhje tjetër. A ke ardhur në atë pikë ku të thuash, nuk kam zgjidhje tjetër. Sepse shpesh Arta po mundoj t'i bej babit të saj të pranoj Zotin. Po e pranoj larti Zotit. Halleluja. E pranoj. Amen. Halleluja. Pra të dashur, ajo grua besoi që Jezusi do ta shëronte. Ajo besoi në atë prekje. Ajo besoi sepse tha unë nuk kam shans tjetër. E di çfarë? A jeti në atë pikë ku të thuash Zot, mua nuk më ka ngelur gjë tjetër, përveç se të besoj që ti do bësh mrekullin tënde në mua. Përveç se të besoj që për ty s'ka asgjë të pamundur. Përveç se të besoj që ti je Zoti, i larti i të lartëve, dhe që nuk ka asnjë autoritet tjetër si për teje. Ti je më i larti i të lartëve. Ti je Zoti Perëndi, dhe unë të marr ty Jezus, dhe sot unë dua të prek mantelin tënd. Halleluja. Halleluja. Unë besoj që fuqia e Krishtit zbret tani këtu. Unë besoj që një si fuqi edhe si një lumi zjarrt mbush tani këtë ambient. Unë besoj në emrin e Jezusit Krishtit, nuk ka rëndësi se ku ti je. Nuk ka rëndësi, fjala thot që atëherë reja e mbuloi çadrën e mbledhjes dhe lavdia e Zotit mbushi banesën, mbushi vendin. Dhe Jezusi tha, po të besosh, ti do të shohësh lavdinë e Perëndis. Zoti është këtu, lavdia e tij është këtu. Dhe di çfarë do t'u them tani? Për ta bërë pak më të lehtë se si ju ta kuptoni. Ne jemi këtu në një oqean fryme. Ne notojmë këtu. E dini ju ashtu si peshqit që notojnë në det. Ata e kanë mbretërinë e tyre atje në det. Okej? Ata hanë atje, ata notojnë atje, atje është jeta e tyre. Dhe mbretëria jonë është kjo tokë. Shikojeni, ne jemi të rrethuar nga ajri. Ashtu siç është uji për peshqit, është ky territor për ne. Dhe Zoti është këtu, e ka mbushur gjithçka me frymën e tij. Dhe Zoti thotë që ne jemi tempulli i tij. Kur shpëtohemi, ai na mbush me frymën e tij. Na shpëton. Së pari na shpëton. Edhe kështu ne jemi bebi akoma, ne jemi të shpëtuar, por jo të rritur. Jo të rritur.
Ne kemi gëzimin e shpëtimit, por nuk dim akoma ku është vendi jonë. Dhe Zoti e shton frymën e tij, sa më shumë ti i beson, sa më shumë ti i kërkon, Zoti do të kërkoni dhe do t'ju jepet. Prandaj kërkoni shumë dhe do të merrni shumë. Nëse kërkoni pak, ju mendoni se Zoti ka pak. Mos e ofendoni Zotin. Kërkojeni shumë, sepse ai ka shumë. Amen. Atëherë ti merr më shumë. E vjen një moment dhe çdo njëri nga ne Zoti e ka zgjedhur të shërbej. E ka zgjedhur të çojë ungjillin. Amen. E ka zgjedhur të jetë të ka zgjedhur të jesh fitimtar. Në emrin e Jezusit. Dhe vjen një moment edhe ti mbushesh, edhe Zoti të thotë ti sot, nuk mjafton Nuk mjafton vetëm vetë. Zoti të thotë sot, zhytu në mua. Zhytu në Zotin sot. Zhytu sot në Zotin. Mbylli syt, edhe mendoj që Zoti është në mesin tënd. Zhytu në Zotin. Zhytu në Zotin. Zhytu në Zotin. Zhytu në shpirtin e tij. Zhytu pi prej ti, prekja ata, kërko. Dhe Zoti tha dhe diçka, çdo gjë që do të kërkosh do të jepet. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit kërkoni dhe do t'ju jepet. Dhe në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit ti shpirt vdekje, ti shpirt në ndërsimi. Në emrin e Jezus Krishtit ti shpirt rënimi, ti shpirt skllavërie. Unë të urdhëroj tani për shkak të vajosjes deri në tretën e shpëtuar. Në emrin e Jezus Krishtit. Një edhe ti shpirt lëndimi. E lënduar nga gjitha anët. Dhe në emrin e Jezus Krishtit shpirti lëndimit, në emrin e Jezus Krishtit shpirti mosfaljes, në emrin e Jezusit unë të urdhëroj të lesh këtë trup tani. Në emrin e Jezusit. 1, 2, 3, jashtë. Dajë Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Halleluja. Halleluja. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus për lirin, faleminderit për shlirin. Ti je Zoti. Halleluja. Komplet e gënemi. Komplet. Të urdhëroj tani. Në emrin e Jezusit. Do të ndash në gjë? Do të ngash në gjë? Do të thuash shumë e falë këta, po ndajë nga jo? Oni falë gjithë. Afrika. Luli. Në emrin e Jezus Krishtit i shpirt frike dhe kontrollit, unë të urdhëroj tani jashtë. Unë të ndaj ty tani nga çdo shpirt frike dhe pasigurie. Frika nga njerëzit, frika si ata flasin, frika si të trajtojnë, në emrin e Jezus Krishtit, jashtë. Danke Jezus. Danke Jezus. Fjala thot për shkak të vajosjes, do të kthyen prangat. E prangat e tuaj të krajnë do të kthyen tani, në emrin e Jezusit. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jezus. Edhe shpirti dhimbjes asnjë autoritet. Unë thyej shpirtin e magjisë, shpirtin e vdekjes së parakoshme. Në emrin e Jezus Krishtit çdo vdekje e parakoshme. Në emrin e Jezusit, shpirti i vdekjes jashtë. Të lutem, Anka, duhet të thyesh kontratën që ke përbet me vdekje. Sa herë ke thënë që më mirë të vdes, s'ka më vlerje ta ime. Unë e thyej kontratën që ka përbet vdekje dhe ka bërë shumë herë. Shumë herë. Ju mendoj. Me thuaj sot e dhe unë do të vdes? Unë nuk do të vdes të do të. Amen. 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 Ai është gjallë, ai është shpëton. Amen. Çdo shpirt vdekje dhe çdo kontratë me vdekje, unë e urdhëroj tani jashtë. Danke Jezus. Danke Jezus. Halleluja. Halleluja. Unë të mbush tani me shpirtin e shenjtë në emrin e Jezusit. Të mbush tani me shpirtin e shenjtë në emrin e Jezusit.
Jashtë, shpirti vdekje, shpirti qartë, jashtë. Shpirti dëmtimit, jashtë. Të vjen me një tjetër shpërndash. Depresion. Atëherë, të dashur të gjithë ju, zhytuni në shpirtin e Perëndis. Dhe pendohuni. Sillini të gjitha gjërat përpara Perëndis. E thoj Zot, unë pendoj të ndaj nga depresioni, unë pendoj të ndaj nga frika, unë pendoj të ndaj nga çdo magji, unë pendoj të ndaj nga çdo frymë tasire, unë pendoj të ndaj nga çdo frymë mohimi, unë pendoj të ndaj nga çdo frymë dështimi, unë pendoj të ndaj nga çdo frymë ku kam thënë me gojën time ose ku të tjerët e kanë lidhur jetën time. Unë pendoj të ndahem sot. Ndauni. Pendohuni dhe ndauni. Ky jeni konkreta. Amen. Amen. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë e ndaj. Amen. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt depresioni, çdo shpirt mohimi, çdo shpirt vdekje, unë e urdhëroj tani. Jashtë. Nuk të dua më jashtë. Amen. Nuk të dua jashtë. Amen. Në mua, fryma shenjtë është në mua. Amen. Dhe nga falja së të bi. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit të urdhëroj stop edhe jashtë. Komplet. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja! Halleluja! Danke Jesus! Danke Jesus! Danke Jesus! Halleluja! Halleluja! Sot është I qartë. Halleluja! Unë të mbush me shpirtin e shenjtë tani në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit Jesus. Faleminderit Jesus. Faleminderit Jesus. Unë ndërpoj çdo shpirt depresione të mbush me gëzimin e Zotit. Gëzimi Zotit, gëzimi Zotit, që Zoti nuk do të jesh më skllav I askujt. I askujt më, në emrin e Jezusit. E ti I përket Krishtit, edhe Krishti është tani në emrin e Jezus Krishtit, e ti je Krishti. Në emrin e Jezusit. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. 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 Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. 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 Lavdi Zotin. Si je? Unë jam shumë mirë. Halleluja. Gëzimi Zotit të mos jetën tënde. Emrin e Jezusit. Zhytuni në frymë. Zhytuni në Zotin. Zoti vjen të preka aty ju e pato nuk e preka. Besoni në Zotin, Zoti është I gjallë. Amen. Ai ju flet. Amen. Dëgjoni, mësoni që të dëgjoni me vesh dhe me sy ta shihni. Unë e Amen. marr. Shiheni. Amen. Edhe kështu ndryshon jeta. Ky ishte konferenca ime, Zoti më drejtoi. Një muaj ka që më drejton. Nuk e di nëse ju besoni, po unë me njohuritë që çdo njeri ka, Zoti ju flet. Dhe mua më foli në këtë mënyrë. Amen. Numri 9. Numri 9 është ringjallja. Është rilindja. Ku I dikte? Se Zoti më tregoi. Okej, në emrin e Jezus Krishtit të lutem për kthjellësi, edhe kthjellësi në emrin e Jezusit. Komplet kthjellësi tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Zoti më Komplet. tregoi. Zoti flet me numra dhe në Po, flet, numrat I ka dhënë Zoti, edhe kanë, kjo është e vërtetë. nuk do ta them, mund ta them? A do ma thuash ma pastaj. Pa të dojë ta di unë një, se do me thënë shumë njerëz na jep Zoti zbulesa që të gjithë nuk janë gati t'i dëgjojnë. Edhe shumë disave ju ka dhënë zbules vaj. Edhe shumë të krishterë nuk e pranojnë vaj. Thonë jo çfarë është kjo? Ë? Dhe përderisa duhet për ta pranuar të tjerët një zbules, duhet të shikohet kur është koha, si Zoti e ka në Bibël,
Çfarë ka thënë Zoti? E kuptoni? Pra gjithë secili nga ne kemi zbulesat edhe vetë. Prandaj, edhe gjithmonë lavdia i qoftë Zotit që të ka folur, dhe Zoti është besnik me ty në emrin e Jezusit. Faleminderit për çlirimin në emrin e Jezusit. Dhe ajo që kam frikë, Zoti jep trimëri për të folur, apo? Haleluja! Lavdi Zotit, zhytuni. Zhytuni si ajo gota në mesin e lavdisë së Zotit. Zoti është këtu. Zoti është me ty. Preke Zotin. Preke Zotin. Preke Zotin, merë prej ti. Pinë të, thuaj Zot. Fjala e thot që çfarë do që të kërkoni në emrin tim, do t'ja u jap. Kërkojini Zotit. Kërkojini Zotit. Kërkojini Zotit. A je në fund të forcës tënde. A je në fund të forcës tënde. A je atje ku shpresa jote ka ngelur vetëm Zoti. Atëherë je në vendin e dur. Preke Zotin, ngrije dorën. Thuaj Zot, kam nevojë për ty. Unë lidh çdo shpirt depresioni. Unë lidh çdo shpirt frike. Unë lidh çdo shpirt pasigurie. Unë lidh në emrin e Jezus Krishtit çdo sëmundje të trashëguar. Në emrin e Jezus Krishtit çdo shpirt depresioni, unë e urdhëroj të largohet tani këtu. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezusit. Unë të ndaj nga çdo mallkim familjar. Në emrin e Jezusit jashtë. Çdo shpirt magjie, çdo shpirt mallkimi, jashtë që këtu në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt zilie, jashtë që këtu në emrin e Jezusit. Genti, të lutem shko me rëndë që ka të gruan që është në fund si dhe këtu. Jashtë në emrin e Jezusit. Jashtë në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Çdo gjë që ka bllokuar jetën tënde, në emrin e Jezusit. Lëre kopi unë atë. Në emrin e Jezusit. Unë thyej këtë magji familjare. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë thyej shpirtin e vdekjes. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt në vlerësimi, çdo shpirt vdekje. Unë e thyej tani në emrin e Jezusit. Në Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, shpirti vdekjes së parakoshme e urdhëroj të thyet dhe të ndaj tani. Në emrin e Jezusit. Çdo lëndim jashtë. Çdo mosfalje jashtë në emrin e Jezusit tani. Në emrin e Jezusit. Një, për shkak të vajosjes të pranga dhe në emrin e Jezusit. 1, 2, 3, jashtë. Amen. Çdo sëmundje, unë e urdhëroj çdo sëmundje. Tani që kërkon tani me kryenësi, e urdhëroj tani. Në emrin e Jezus Krishtit, jashtë. Çdo diagnozë të thyet jashtë në emrin e Jezusit tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Më fal, do të ndahesh më në gjë? Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që po të mban tani pekun e urdhëroj tani të dalë. Tani. Në emrin e Jezusit. 1, 2, 3, jashtë. Dank Jezus. Komplet. Komplet. Unë kërkoj komplet liri. Komplet. Tani. Komplet. 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 Dank Jezus. 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 Çdo shpirt vdekje, unë e urdhëroj tani të lëri trupin tënd. Unë e urdhëroj të lëri familjen tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt vdekje në familjen tënde, unë e urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Faleminderit Jezus. Haleluja. Haleluja. Si e? Doni? Në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj gjithçka dhe pastrim tani edhe nga i fundit
komplet të lere territorin tënd. Jashtë. Në emrin e Jezusit. Komplet. Danke Jesus. Komplet e lirë tani në emrin e Jezusit. Amen. Halleluja. Si e? Zoti. Halleluja. Ky është Zoti jon. Ky është Zoti jon. Halleluja. Halleluja. Ky është Jezus Krishti. Shytuni. Lërni frymën të veprojë. Nuk është për të suarësisë dhe të diturisë. Nuk është me forcë. Është Zoti. Është Zoti, ju e patur nuk e preka. Është Zoti. Zoti është kudo, Zoti është edhe këtu në fund. Zoti është edhe këtu, Zoti është kudo. Lërni në Zoti, shytuni në Zoti. Mos shikoni asnjë njeri. Uleni kokat tuaja dhe shytuni në Zoti. Shytuni në Zoti. Në emrin e Jezus Krishti. 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 Në emrin e Jezus Krishti, thyej sot çdo shpirt vdekje. Në emrin e Jezus Krishti. Është diçka familjare, shpirt vdekje. Nuk e di çfarë, po më çopa. Është shpirt vdekje për ti. Edhe thyej një çdo lidhje familjare. Në emrin e Jezus Krishti, unë thyej çdo lidhje familjare me vdekje në emrin e Jezus Krishti. Unë thyej këto në emrin e në emrin e Jezus Krishti, thyej çdo shpirt vdekje, çdo që ke parë në endër, çdo shpirt vdekje që është futur në endrat e tua, çdo manipulimi të ligut, në emrin e Jezus Krishti, çdo shpirt magjie, xelozie, çdo gjë që i ligu ka organizuar kundër teje, e thyej tani në emrin e Jezus Krishti, e thyej në familjen tënde, dhe urdhëroj jashtë. 1, 2, 3, jashtë në emrin e Jezusit tani. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Danke Jesus. Shit prost. Në emrin e Jezus Krishti. Okay. Në emrin e Jezus Krishti. Çdo gjë që ka filluar të revelojë në Shqipërisë, në Turqinë. Në emrin e Jezus Krishti, në gjendra terroriste, në shakun tënd, në lëkurën tënde, çdo shpirt të vdekje, unë urdhëroj tani të lëri trupin tënd. Në emrin e Jezus Krishti, çdo shpirt të smundje, unë urdhëroj tani të lëri trupin tënd, tani në emrin e Jezusit. Komplet. Kërkoj tani lirin tënde dhe çdo shpirt magjie që është organizuar kundër shëndetit tuaj dhe kundër jetës tuaj, në emrin e Jezus Krishtit unë e shfuqizoj tani. Në emrin e Jezusit. Shpirt vdekje, tani të urdhëroj të lësh të trup. Në emrin e Jezus Krishti, asnjë kryenësi në emrin e Jezus Krishti tani. Në emrin e Jezus Krishti të urdhëroj larg të trup tani. Për të vajosjes do të kthyen prangat, për se Krishti është këtu dhe me autoritetin e Krishtit unë dhe të them jashtë tani që këtu. Në emrin e Jezusit. Jashtë. Komplet. Jashtë. Të urdhëroj çdo gjë që sjell gjakun tënd në rrëmuj, në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj të lëri trupin tënd tani. Urdhëroj gjithë gjakun tënd të nënshtrohet Krishtit i Jezus. Dhe e ndaj gjakun tënd nga çdo smundje, e ndaj gjakun tënd nga çdo mallki, e ndaj në emrin e Jezus Krishtit nga çdo shpirt qarku dhe urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Danke Jesus. Danke Jesus. Më fal do ndash më një gjë?
Edhe kanë thënë i zëri, u tha, çdo njeri që ka folur, në emrin e Jezus Krishtit unë e thyej tani, në emrin e Jezus Krishtit, edhe e bekoj zërin tënd, në emrin e Jezus Krishtit ti do të jesh e bekuar, edhe të gjithë gruka jote do të jetë e bekuar, edhe ti do të flasësh, edhe do të çosh në qiellin në çdo klient tënd, edhe kudo që ti punon. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe unë urdhëroj tani çdo frymë, çdo dorë, edhe dosur në krykën tënde, të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit, i jashtë, unë të ndaj tani. Unë të ndaj tani. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Danke Jesus. Faleminderit Jesus. Halleluja. Komplet Spirit. Amen. Edhe në emrin e Jezus Krishtit, nga gjithë shka që ti unë lave, unë të ndaj ty. Tani. Komplet. Edhe çdo gjë që është mbjellë në ndratë tua, i jashtë në emrin e Jezusit. Komplet, tani shërim dhe Spirit. Danke Jesus. Mund të bësh një muzikë që adhuron Zotin. Si? Shytuni në Zotin. Shytuni në Zotin. Lërin i Zotin të shkëroj, lërin i Zotin të shliroj, lërin i Zotin të punoj.
Halleluja, 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 faleminderit Jesus, faleminderit për lavdinë tënde. Amen, amen. Edhe unë t'i jap ajo si në emrin e Jezusit. Amen, 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 lavdi Zotit, amen, 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 lavdi Zotit, halleluja, ky është Zoti, ky është Jezusi, halleluja. Nuk ma të punën një. Ti duhet të jesh një moment se nuk shtoj të të apo je jo, halleluja. Le të zhytemi në prezencën e Zotit. 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 Në emrin e Jezus Krishti. Në emrin e Jezus Krishti. Në emrin e Jezus Krishti. Unë e ty këtë frymëtetje që është përhapur në familjen tuaj, edhe me ty në emrin e Jezusit. Unë e ty tani në emrin e Jezusit. Çdo shpirt vdekje e ty tani e këndaj tani. Në emrin e Jezus Krishti. 1, 2, 3, jashtë. 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 Çdo demon vdekje, në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt me vlerësimi, unë e urdhëroj tani jashtë dhe të ndaj tani. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Komplet. Komplet. Në emrin e Jezusit. Vdekje jashtë. Jashtë. Në emrin e Jezusit. Jezus, ushe me zjarën të zjarë, në emrin e Jezusit, komplet, zjarë, në emrin e Jezusit, zjarë, komplet, jashtë, jashtë, të urdhëroj të në shtë truk tani, të urdhëroj të në shtë truk tani, jashtë, në emrin e Jezusit, komplet, në emrin e Jezusit, komplet, në emrin e Jezusit, jashtë. Do të ndaj që të që? Jezus Krishti, ku urdhëroj tani komplet shpirit, nga vretës të brenda jashtë në emrin e Jezusit, komplet, në emrin e Jezusit, zjarë, 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 në emrin e Jezusit, komplet, 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 jashtë të urdhëroj, jashtë, në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit, jo për bashkëtisë dhe të titulisë, po për të emrin e Jezus. Në emrin e Jezus Krishti, jashtë. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jezus. Komplet. Komplet. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jesus. Danke. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Ambush blokkan. Blokke për blokke shpirtin e shek. Blokke për blokke në Jezusit. Blokke për blokke paqen e Zotit. Me paqen e Zotit. Me paqen e Zotit. Me gëzimin e Zotit. Me shërim dhe me çlirin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Danke Jesus. Halleluja. Danke Jesus. Halleluja. Danke Zotit. Halleluja. Halleluja. Danke Jesus. Edhe çdo participat në mendjen tënde, unë e urdhëroj të largohet, të thyet dhe largohet tani. Në emrin e Jezusit, lutem për një mendje të re, mendjen e Krishtit. Në emrin e Jezusit. Një mendje të re, një mendje që punon në favorin tënd. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Si e? I Zotit, halleluja. Zotit dherë dhe një frymëzim, qeshti, se Zotit është sim. Halleluja. Po, si Zotit të veprot. Afrohuni në
Të gjithë afroni më afër. E të nxini kariket më afër. Aleluja. I shenjtër Zoti, i denjër Zoti, i denjër Zoti, i denjër shtai. I shenjtër Zoti, i denjër Zoti, i denjër Zoti, i denjër shtai. I shenjta, i denja, i denjër Zoti, i denjër shtai. Ti je çlirimtar o Zot, ti je fitimtar o Zot, ti je Zoti që ne duam, ti je Zoti që ne nderojmë. Haleluja, haleluja. I denjër Zoti, i shenjtë është Jezusi, i shenjtë, i denjër është ai. Jezus. Thjesht mbyllni sytë dhe shqiptoni emrin Jezus. Jezus Krisht Zot. Jezus. Jezus. Hapja zemrën Zotit. Hapja zemrën Zotit. Hapja zemrën Zotit. Hapja zemrën Zotit. Ai do ta shëroj zemrën tënde. Hapja zemrën Zotit. Atë që se bën dot njeriu e bën Zoti. Atë që se bën dot doktori e bën Zoti. I shenjtër Zoti, i denjër Zoti, i denjër Jezusi, i denjër shtai. Oh, halleluja. Halleluja. Dhe pranga do të thyen, ku është grupi i adhurimit? Grupi i adhurimit. Grupi i adhurimit. Grupi i adhurimit. Grupi i adhurimit. Halleluja. Halleluja. Thjesht e Jezus në emër. Jezus, më i bukri emër, e madhërisha, jeti o Zot. Pastaj se di ma. Pastor Kendi, e di ti? E di këtë këngë? Jezus më i bukri emër. Lartë i qiellit, halleluja. Halleluja. Që është në këmbë. Halleluja. Jezus më i bukur je. Jezus i mrekullueshëm. Emanuel. Zoti është bashkë me ne. Jezus. Halleluja. I mrekullueshëm je ti. Faleminderit për prezencën tënde. Të adhuroj ty Zot. Zoti është me ne. Zoti është me ne. Thuaj, Zoti është këtu.
Zoti është në zemrën time. Unë zhytem në prezencën e Zotit. Si gota u zhyt në gotë, unë zhytem në prezencën tënde. Emanuel. Halleluja. Jezus i bukurie. Blokojmë çdo gjë që pengon adhurimin e emrin e Jezus. Halleluja. Oh, so
urdhëroj, dikush ka një dhimbje këtu, edhe Zoti thot, unë do prek tani dhe të shëroj. Kush e ka le ta bëri dorën ku e ka dhimbjen? Në emrin e Jezus Krishtit, Zoti thot, unë të shëroj ty tani. Pikërisht aty, në emrin e Jezusit, dhe kur me dhimbje në trupin tënd. Kur me, çdo peshë që ti mban, në më shumë ti e ke shpirtërore dhe rëndohesh pastaj, në emrin e Jezus Krishtit, çdo peshë që ti mban, unë e urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit, afrohu pak lutem. Genti? Gjithë ata që kanë atë dhimbje të vinë këtu. Sepse Zoti do të shëroj sot. Të lutemi vëmendje. Në emrin e Jezus Krishtit unë lëshoj zjarrin e Shpirtit Shenjtë tani mbi ty. Të dashur rini kur të vi profecia sepse Zoti ka për të gjithë. Vetëm ata që kanë dhimbje. Në emrin e Jezus Krishtit tani unë lëshoj zjarrin e Shpirtit Shenjtë tani dhe të çliroj nga dhimbja. Të çliroj nga dhimbja tani në emrin e Jezus Krishtit tani. Dhimbje të urdhëroj të largohesh tani. Në emrin e Jezus Krishtit komplet. Komplet. Në emrin e Jezusit. Të urdhëroj të largohesh tani dhe të ndaj nga çdo dhimbje tani në emrin e Jezusit. Komplet. Në emrin e Jezusit, jashtë. Aleluja, gjoni pak, Zoti vepron. Faleminderit Zoti, 3 ditë ishte gëndimi, tash nuk e di çfarë. Amen.